agjerojnë? Vetëm për Zotin, nuk agjerojmë as për ato që ka thash, as për print, as për bashkëshort, as për fëmijë, as për domethënë agjeron vetëm për hir të Zotit. Për shkak që kemi edhe një shpërblim andej. Po. Madje tani nga aspekti i prizmit shkencor, dietarët e kanë thujtur se agjerimi nocionin e agjerimit e kanë thujtur dhe kanë thënë se është operacion pa brisk. Operacion pa brisk. Çfarë thoni e mirë. Po, domethënë ti nuk i nënshtrohesh mjekut. Prandaj është prej udhëzimeve administrative të agjerimit që kur njeriu i afrohet shumë madhërisht të Ramazanit, sidomos ata që janë të shtyrë në moshë, duhet me shku me konsultu te mjeku. Je me marr veten qafë me agjeru. Po. Se po ki ti ndonjë smundje, nuk e din. Ti nuk e din. Hin agjerim, po ajo të bën dëm. Do shta ki smundjen e shiqerit, do shta kronike, ku ta diju në lloj smundjesh, por duhet me shku me marr pëlqimin e mjekut. Në qoftë se me rekomandim të mjekut thotë se të lejohet ty për me agjeru muajin e madhërisëm të Ramazanit, ti fillon Ramazanin. Në qoftë se mjeku të vendos një paket barna që duhesh me marr me vete, atëherë ti terapi të rregulla, ti nuk guzon me agjeru Ramazan. Po është edhe kundër dëshirës e vërtet. Atëherë nuk ish problem. Unë kujtohet gjyshja e mendjera, më kujtohet si fëmijë ka qenë ninushëm në kohën e Ramazanit edhe u pa të smu. Me siguri ka pas smundje kronike, po ma mërmendja. Edhe kur insistun me qute mjeku, nuk pranoj me marrë injekcion. Për shkak se e prish Ramazanin, e prish besimin, ka pas bindjen. Edhe si përfundim ka ndruja dhe jetë. Ka njerë thësha vetë me veti, besimi tepërt në atë aspekt, mos i ka shkaktu dam edhe si pasojë e vdekjes që është kundër edhe vullnetit të Zotit, shpirtit që ta ka falë. Do me thonë, nuk guxon ti me shku kundër asaj. Po, është fakt interesant, tash këtu në Koran, për t'i referohemi prap Koranit, flasin ajetet cilat kanë të bëjnë vetëm me agjerimin. Këtu futet për shembull ajeti që ka të bëjë me njerëzit cilët janë të smur. Edhe në qoftë se thot Zoti, jeni të sëmuar, atëherë ju lejohet juve për mos me agjeru. Tani futet udhëtari i cili merr rrugë të lartë, mbi 80 kilometra. Ai e kum dëgjuar edhe si shprehje. Edhe me gjatë për shembull. Dhe ka vështirësi gjatë udhëtimit, ai nuk e ka për obligim me agjeru. Por çka bën? Masi të kryet Ramazani kompenzon ditë për ditë. Ose ndodh për shembull që gjatë Ramazanit e ki shëndetin e plot, është gjithçka në rregull, por në mes të Ramazanit ose ditët në vijim paraqitet gripi ose ku ta diune, pa qefësh, nuk e ki për obligim të me grip me agjeru. Ndërprenu Ramazanin dhe mbasi të falet Bajrami e kompenzon ditët e humbura. Ditët e humbura.